Nëse akoma nuk e keni menduar dhuratën e Krishtlindjeve për të dashurinë e zemrës, atëherë kjo është një dhuratë që çdo kush do të dëshironte ta gjente poshtë pemës. Një biçikletë garash e larë gjitha në ar, 24 karat. Në këto kushte, ky mjet transporti është më luksozi në botë. Golden Gain është kompania e cila ka nxjerrë në shitje këtë kryevepër me shifrën 250.000 pound. Kjo do të thotë se kjo biçikletë kushton më tepër se sa një Ferrari. E cilësuar si një kryevepër e lëvizshme ari, biçikleta ka tërhequr vëmendjen e të gjithë Londrës. Frank Fernando, drejtori Golden Gain, është shprehur. Kjo është skulptura më e mahnitshme në botë. Kjo biçikletë e veçantë vjen me vlerën e 250.000 poundëve, por ne si një kompani që stolisim dhe prarojmë me diamant, pranojmë kërkesën e çdo klienti. Pothuajse çdo centimetër i biçikletës është e larë me flori, duke përfshirë zinxhirin e saj, timonin dhe pedalet. Kompania Golden Gain zotëron iPhone-et e lara në ar, kufjet Beats nga Dr. Dre me kristale Swarovski, përfshi edhe pistoletën e James Bond 24 karat me nënshkrimin e Walter.